Pse duhet të vendosni një qese me monedha në derë të shtëpisë? Me ardhjen e stinës së ngrohtë, mushkonjat dhe insektet e tjera bëhen shpesh një shqetësim i zakonshëm për shumë njerëz. Këto krijesa të vogla janë të bezdishme dhe prishin qetësinë, qoftë edhe kur jemi në natyrë, qoftë brenda shtëpisë. Pickimet e tyre shkaktojnë kruarje, acarim dhe në disa raste dhe reaksione më serioze. Por ekziston një truk shumë i thjeshtë dhe praktik për t'i larguar ose për t'i mbajtur jashtë shtëpisë, dhe ju nevojiten vetëm një qese plastike dhe disa monedha 5 centëshe. Sipas një postimi në rrjetet sociale që ka marrë mira komente, ky truk mund t'ju ndihmoj shumë. Çfarë duhet të bëni është të merrni një qese transparente, ta mbushni me ujë dhe të vendosni brenda disa monedha. Pastaj ta varni pranë derës së shtëpisë. Kjo ndihmon që insektet të mos hyjnë brenda. Por pse mushkonjat nuk pëlqen qesja me monedha? A ndjejnë aromën e bakrit apo i tremb aroma e parave në ujë? Sipas shkencës janë 2 arsyet kryesore. Së pari, mushkonjave nuk i pëlqen uji. Së dyti, ngjyrat që reflektojnë monedhat e bakrit i ngatrojnë sytë e tyre të përbërë. Nga këndvështrimi i një mize, qesja duket si një sipërfaqe e madhe uji që ata nuk duan ta kalojnë, prandaj largohen.